Habit të mjeku, konsumoni 3 fiqë çdo ditë dhe ja çfarë ndodh nëse hani për 30 ditë. Në stinën e nxehtë të verës, mjekët këshillojnë që të konsumoni sa më shumë fruta dhe perime. Një nga fruta sezonale është edhe fiku, një frut shumë i shijshëm. Fiqt janë të përbërë nga një numër i madh i mineraleve, fibrave dhe sheqernave natyrale, të cilat ndihmojnë në funksionin sa më të mirë të procesit të organizmit. Ato përmbajnë magnez, kalcium, hekur, vitaminën A dhe K, si dhe një numër të madh të antioksidantëve. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Fiku ndihmon në prodhimin e elementëve ushqyes dhe në parandalimin e problemeve të kapslokut, diarres, kollës, astmës e të tjera. Fiqtë parandalojnë osteoporozën dhe ndihmojnë në shëndetin e kockave. Kjo falë pranisë së kalciumit dhe mineraleve, ndërsa vitamina A dhe K ndihmon në luftën kundër inflamacionit dhe shërben për të mbajtur lëkurën sa më të shëndetshme. Gjithashtu ndihmon në uljen e tensionit të lartë të gjakut. Ju mund ta përfshini atë në sallata ose të hani atë rregullisht dhe përfitimet që do të merrni do të jenë vërtet ushqyese. Fiku, i cilësuar si frut i parajsës, për të rinë forcon në ruan shëndetin dhe fshin rrudhat, dhe prandaj mund të konsumohet sa më shumë, këshillojnë ekspertët. Sipas studimeve të bëra kohët e fundit, fiku cilësohet si një frut shërues dhe sjellin gjithashtu arsyet pse duhet ta keni atë pjesë të dietave tuaja ditore, cili është roli i tij ushqyes dhe ndikimi që ka në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Fiku është një frut që do t'jap përfitime të mira të vlerave minerale për organizmin tuaj në tërësi. Fiku është i pasur me nivele shumë të larta të kaliumit, kalciumit dhe hekurit, fosforit, bakrit, vitaminës B6, vitaminës C, gjithashtu edhe të beta-karotenit. Prania e ulët të yndyrnave dhe përmbajtja e lartë të fibrave të fiqt mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë që mund të konsumohet çdo ditë. Pektina është një fibër e tretshme e cila ul kolesterolin në gjak, ndërsa triptofani do të ndihmojë edhe në parandalimin e problemeve të qarkullimit të gjakut dhe problemeve të pagjumësisë. Prania e lartë e magnezit të fiku do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në betejën kundër komplikacioneve që ju kanosen çdo ditë. Përmbajtja e magnezit, i cili është një nga elementët bazë të sistemit tonë mbrojtës nervor nga stresi, ai është një produkt fantastik që mund të ofrojë një mbrojtje më të mirë për shëndetin tuaj të nyjeve, gjithashtu imunitetin, kockat dhe trurin. Nxit shëndetin dhe vitalitetin, lehtëson shumë komplikacione dhe në mënyrë të konsiderueshme ngadalëson gjithashtu edhe procesin e plakjes. Fiqt e thatë përmbajnë 3 herë më shumë magnez se sa fiqt e freskët. Fiqt e thatë do të ofrojnë gjithashtu edhe sheqerna të mira natyrale. Fruti i fikut ka një përqindje mjaft të lartë të sheqernave natyrore, të cilat sigurojnë që truri juaj të punojë më shpejt dhe të klasifikojë dhe të pranojë më mirë informacionet, duke u siguruar gjithashtu një mbrojtje më të mirë për ju. Diabetikët duhet të kenë kujdes gjatë ngrënies së fiqve të thatë, pasi ato përmbajnë të paktën 2 herë më shumë sheqer se sa fiqt e freskët. Fiqt kanë veti të mira antiinflamatore, çka do të sjellin një mbrojtje më të mirë të organizmit dhe do të lehtësojnë gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Komponentët e testuara kanë treguar se konsumi i fiqve rezultoi pozitiv në mbrojtjen e shëndetit, sidomos kur bëhet fjala për problemet e lëkurës. Fiqt do të ndikojnë në përmirësimin e niveleve tuaja të kolesterolit në trup dhe do të mbajnë larg gjithashtu komplikacionet e tij. Fiqt përmbajnë gjithashtu sterole bimore, të cilat kanë dëshmuar efekte pozitive të dobishme në nivelin e kolesterolit. Sterolet bimore, si lanosteroli dhe sigmasteroli, të cilat përmbajnë fiqt, lidhen me molekulat të kolesterolit në zorë dhe kështu pengojnë gjithashtu edhe absorbimin e tyre. Vlerat ushqyese që merrni nga fiqt janë të rëndësishme për aktivitetet tuaja sociale. Fiqt janë një nga burimet kryesore ushqyese të një vakti praktik, i cili mund të kombinohet fare lehtër në dietën tuaj ditore, dhe përfitimet që do t'jap shëndeti do ta kthejnë atë në një prej produkteve me vlera më të çmuara për mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij.
Çdo fik që shtohet në dietën tuaj ka një përfitim shtesë për shëndetin e përgjithshëm, ndaj konsumi i tij brenda rekomandimeve mund të jetë një forcë më e madhe për organizmin. Fiku cilësohet si fruti i parajsës, i cili ripërtërin forcon dhe ruan shëndetin dhe mbi të gjitha fshinat dhe rrullat. Një bimë që jep shumë ndërsa nevojitet pak, vetëm një tokë e varfër dhe ndonjë pikë uji, konsiderohet si një ushqim me shumë përfitime të mira shëruese. Fiqt përmbajnë gjithashtu nivele shumë të larta të magnezit. Magnezi është një nga elementët bazë që mbron sistemin tonë nervor nga stresi. Ai është i rëndësishëm për kockat, imunitetin dhe shëndetin e trurit. Promovon shëndetin, vitalitetin, lehtëson komplikacionet dhe në mënyrë të ndëlesuar parandalon procesin e plakjes. Fiqt e thatë përmbajnë 3 herë më shumë magnez se sa fiqt e freskët. Fiku është i pasur me nivele të mira të kaliumit, kalciumit, hekurit, fosforit, bakrit, vitaminës B6, vitaminës C, si dhe beta-karoten. Përmbajtja e ulët e yndyrnave dhe përmbajtja e lartë e fibrave të fiqt mund të ofrojë edhe një zgjidhje mjaft e mirë për të konsumuar çdo ditë. Pektina është një fibër e tretshme e cila ul kolesterolin në gjak, ndërsa tripofani ndihmon në problemet e qarkullimit të gjakut dhe të pagjunësisë. Fiqt kanë një përqindje të lartë të sheqernave natyrore, duke siguruar që truri juaj të punojë më shpejt, t'i pranojë dhe klasifikojë më mirë informacionet. Sigurisht diabetikët duhet të tregohen më të kujdesshëm me përdorimin e fikut në menun e tyre ditore. Në stinën e nxehtë të verës, mjekët këshillojnë që të konsumoni sa më shumë fruta dhe perime, dhe një prej tyre që mund të konsumohet çdo ditë është edhe konsumi i fikut. Ai mund të luajë një rol të mirë parandalues kundër inflamacioneve dhe të sigurojë gjithashtu një mbrojtje më të mirë të organizmit. Sigurisht, i konsumuar në racionet e duhura ditore dhe vlera do të jenë më të mëdha. Fiqt janë përdorur prej shumë kohësh për të trajtuar probleme të ndryshme të sistemit endokrin, gjithashtu respirator, imunitar dhe ati tretës, dhe konsumi i tyre në mënyrë të rregullt brenda dietave tuaja ditore do të jetë një mundësi e çmuar e organizmit në betejën kundër komplikacioneve. Sigurisht, konsumi i fiqve mund të luajë një rol të mirë parandalues për shëndetin e dobët dhe të evitojë gjithashtu komplikacionet e tij. Ndaj, nëse doni të merrni këto përfitime, konsumojeni brenda nevojës tuaj ditore. Këto fruta, kur konsumohen të thata ose të njomora në ujë, mund t'japin një mori përfitimesh, pasi fiqt janë burimet e energjisë dhe lëndëve të mira ushqyese. Që të merrni të gjitha përfitimet, këshillohet i konsumoni në mëngjes me stomakun bosh. Por cilat janë disa nga përfitimet pozitive të konsumit të fiqve? Ato janë të pasura me minerale. Fiqt janë të pasur me minerale të tilla si mangani, zinku, magnezi, gjithashtu hekuri që janë të jashtëzakonshme dhe të mira për sistemin riprodhues. Nivelet e larta të fibrave dhe antioksidantëve në këtë frukt të thatë ndihmojnë në zhballancimin hormonal edhe në shqetësime të ndryshme pas menopauze. Fiqt ruajnë gjithashtu nivelin e glukozës në gjak. Fiku përmban një sasi të lartë të kaliumit, i cili ndihmon në balancën e niveleve të sheqerit në trupin tuaj. Fiku ndihmon sistemet tuaja tretëse. Përmbajtja e lartë të fibrave të fiqt ndihmon kundër kapslëkut, duke lehtësuar dhe duke përmirësuar punën e sistemit tretës. Fiqt mbajnë në kontroll presionin e gjakut. Antioksidantët e fiqt ndihmojnë në eliminimin e radikaleve të lira nga trupi, duke kontrolluar kështu nivelin e presionit të gjakut. Kjo mund të ndihmojë në parandalimin e bllokimit të arterjeve koronare. Disa studime kanë treguar dhe dëshmuar se fiqt mund të zvogëlojnë trigliceride në trup që shkaktojnë probleme të ndryshme në zemër. Fiqt janë të mira gjithashtu për shëndetin e kockave. Kockat tuaja kanë nevojë për kalcium që të jenë më të forta dhe më të shëndetshme. Trupat tanë nuk prodhojnë dot kalcium, kështu që duhet ta marrim atë nga burimet e jashtme si soja, qumshti, perimet me gjethe jeshile dhe fiqt. Ndaj përpiquni që t'i keni pjesë të dietave tuaja ditore këto fruta të shijshme dhe ndikimi i tyre në organizëm do të jetë më i plotë, më i fuqishëm dhe do të ofrojë ndikimin e tij më të rëndësishëm në menaxhimin e komplikacioneve. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj
ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.